nuk më besohet pa shatë zot. Kushtrimi me sasën. Tani, unë jam njëri që e ke pa, besoj se e ke vëret, kur flasë për njëri unë si njëri, njerëzillëkun që e ka, unë flasë të lëvdoj shumë. Besoj e ke vëret këtë gjë, pa marë parësysh lojës. Pa shatë zot, dje, isha në tavolin, unë, Arditi, kushtrimi, Sasa, ishte edhe Najliri, Hygerta e të tjerë gjithë, edhe para gjithë po ju thoja vlerat e kushtrimit si mashkull, se sa mashkull i fort është, që nuk e ke shpërdor faktin kur një femër ka shpreh ndjenja për atë dhe nuk e ke shpërdor për lojë. Është për në vlerësu. Edhe është për të vlerësu se po jep një lloj ngroftësie, një lloj besueshmërie, një lloj sigurie aq të madhe Sasës, që Sasa të jetë e lirë që të vazhdoj të shprehet ndaj atij dhe ai ndaj asaj, dhe me vazhdu me u njoh njëri me tjetrin edhe pse janë në kamera. Se është e vështirë kur je para kamerave. Çfarë është, s'ka fjalë.